Tani, do të dëgjoni bisedën e Halit Sahitajt me Alan Tiger për një kontratë të nënshkruar në mes Halit Sahitajt dhe Faik Imerit, I cili paraqitet si agent I lartë I CIA-s amerikane. Pra, kontratë bashkëpunimi. Dhe krejt në fund Sahitaj rrefen se si ra në burg me kurthin e disa njerëzve të Faik Imerit dhe ka qëndru 9 muaj det në burg, por atje nuk ka pranu të dekonspiroj emrin e Faik Imerit. Let me see if I understand this correctly. Ta shikoj pra ta provoj nëse kam kuptuar në rregull këtë. Po. Që the? A year and a half earlier, this CIA agent knew you were going to be speaking with Bojan Dimic and asked you to record that conversation? Pra, rreth një vit e gjysmë përpara, ky agent I CIA-s Po. e dinte që ju do flisnit me Bojan Dimic dhe ju ka kërkuar që ju ta regjistroni bisedën me të. Ai më ka urdhëruar të bëja atë bisedë me të aty. Edhe të regjistroj. He instructed me to have this conversation with him and record. Sepse ta si ma shkurt pe shkurtit 2020-ën unë e di si unë punoj për CIA, I kam kontratat me atë person në shkrume. Because as far as I know, since February 2020, I work for the CIA, so I have contracts, written contracts with this person. Është shumë jo profesional nga unë të desklasifikoj informatën, po nuk kom pas qare, nuk kom pas rrugë dalje pa e desklasifiku këtë informat. It is not professionally that I'm classifying this information, but I don't see any other way but to declassify this information. Okay, and what is the nature of the contractual arrangement that you have? I mean, this formal contractual arrangement? Cila është natyra e kësaj marrëdhënie kontraktuale që keni juve? Si bashkëpunëtorit CIA-s për analizë, ai më ka prezantuar mu si koordinator I analizis Rusia dhe Evropë, edhe është koordinator I hetimeve të krimeve të mbas lufte në Kosovë edhe Ballkan. So according to this CIA guy, he said he is an analyst, he is a coordinator of the area of including Russia and Europe, and also is coordinator into getting information about the crimes committed in Kosovo, Balkan, and the Balkans. And did I understand correctly that since February 2020, you not only were working for the CIA, but working in a kind of formal capacity with some kind of contractual agreement? Pra, e kuptoj drejt që them që ka shkurti 2020-s, ju jo vetëm që punoni për CIA-n, por edhe keni një lloj marrëveshje kontraktuale për punuar me ta. Do më thonë, unë kur për një agjensi nuk kom punu, për mu ka qenë një nder shumë e vlefshme si t'i nimoj diçka Amerikës për arsye se na kanë ndihmu shumë Kosovë e sidomos CIA-s. Okay. I've never done this before, but I considered it an honor to help the United States because they've helped us a lot, so I considered it an honor. Okay, and do I understand correctly that now your concern is that the information about some of your
work for the CIA has gotten to people who are not happy with it and are now threatened. Pra, a është shqetësimi juaj që informacionet që keni mbledhur pra për CIA-n i kanë mësuar këto persona të tjerë dhe ata nuk janë të kënaqur me këto informacione që keni dhënë ju. Ata normal se ky ka desklasifiku, vetëm ky person. Se si për shembull, edhe herë po do me përsërit zoti Allan. Mu më vjen shumë keq se e desklasifikoj këtë sekret, se tash një shembull pjo marr. Kam qenë në Spanjë 9 muaj ditë në burg vitin e kalum, për punën e tina edhe kur nuk e kom përmend emrin CIA. E kom majt 9 muaj një ditë burgun. Okej. Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.